Miq të nderuar, përshëndetje, jemi në studio me temën e ditës, ku ditën e sotme kemi vendosur të flasim për ngushticën e Hormuzit, e cila në fakt është bërë temë bisede për shkak edhe të rritjes që solli në naftën, pra në të gjitha çmimet, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Të ftuar kemi ditën e sotme inxhinierin Gjevahirin Gjeçari. Faleminderit i nderuar. Çfarë po ndodh në ngushticën e Hormuzit? Për një të falenderoj edhe këto informacione që jepen janë për të parë në nivel vendi, sepse trajtojnë thjesht nga ana politike ose dhe përcaktojnë me shprehjen që tu ka një ngarkesë të madhe energjetike. Tani me që jam para jush dhe t'jap një informacion të qartë nga çfarë përfaqëson gjiri persik edhe në vetvete ngushticë e Hormuzit. Dhe në qoftë se ka mundësi, keni një pamje të gatishme të arabik, e keni, në qoftë se mund ta nxjerrni ajo e juaja. Gjiri persik është një det i ngjajshëm me detin Adriatik. Deti Adriatik është 140.000 km², ndërsa ky është 250.000 km², është një det i cekët. Është deti me pasurit më të mëdha natyrore në nivel botëror. Deti me pasurit natyrore më të mëdha në nivel botëror. Kush janë këto konkretisht? Në gjirin persik, deti gjirit persik, quhet shkurt gjiri persik, zotëron 45 deri në 50% të rezervave të naftës botërore. Të provuara se naftë mund të ketë në botë, por nuk është se janë të vërtetuara. Këto jo vetëm që janë të vërtetuara, por janë dhe aktive që vijnë në shërbim të shoqërisë. Njëkohësisht zotëron 40 deri në 45% të gazit që përdoret për industri. Është një gaz që quhet gazi LNG dhe unë do t'ja shpjegoj se opinioni publik nuk e di ç'është ky gazi që përdoret për industri dhe makinat dhe çfarë është gazi që përdoret për konsum familjar. E ka vetëm Irani këtë gaz? Jo, gaz ka në shumë vende, nuk e ka Irani. Nuk e ka Irani. E ka gjiri persik. Deti gjiri persik është një det i Adriatiku. Ju thash. Nga njëra anë ose nga ana veriore, nga ana verilindore, i gjithë kufizohet nga Irani. Kurse në pjesën jugore kufizohet nga Iraku, veriore Iraku, nga Kuvajti, nga Arabia Saudite, nga Katari, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara. Pra, në anën juglindore kufizohet në një grup shtetesh, kurse në anën veriore ose verilindore kufizohet vetëm nga Irani. Dhe është një bregdet shumë shkëmbor dhe me shumë ishuj. Tani ç'ndodh? Mund t'jap dhe informacion për gazet dhe si kaloi këto ngushticën e Hormuzit. Po gjiri persik nuk është i pasur vetëm me naftë dhe me gaz, që janë 50% e 45%. Ka fosfatet më të mëdha në nivel botëror, rezervat e fosfateve. Ka perlat, ka në nivel botëror, që ka Bahreini dhe Katari. Ka gipsin dhe disa mineralet tjera që janë të niveleve botërore, por nafta duke qenë se ka supremaci, ka dalë në vend të parë. Tani pse nafta kaq shumë, kaq vlerë? Sot në nivel botëror, lënda djegëse përdoret për prodhimin e energjisë elektrike. Një? Për konsum, po përdoret edhe për industrinë. Dhe gazi lëngshëm, gazi natyror dhe nafta mbulojnë 56% të prodhimit të energjisë botërore. Tani ç'ndodh? Kjo pasuri e madhe nga një det që është 990 km gjatë dhe 340 km gjerë,
me një mesatare 50 metri thellë që quhet gjiri persik, vjen dhe ngushtohet dhe del një ngushticë që quhet ngushticë e Ormuzit. Në ngushticën e Ormuzit, tu ka disa pamje, nuk e di pse nuk po i nxjerr, janë shumë të bukura, në ngushticën e Ormuzit sot kalon 1/3 e gazit natyror që konsumohet në botë. 1/3 e gazit natyror që konsumohet në botë. Njëkohësisht 1/5 ose 1/4 e naftës që konsumohet në botë. Pra, sot në ngushticën e Ormuzit... Pa janë pamjet aty? Nuk e shoh, është shumë e vogël. Okej, publiku edhe mund ta identifikoj. Tani, nuk e di se çka dhënë. Mendoj që në një Është një tip... Tani ky është deti i Gjirit Persik. Është gjithë kjo me blu. Dhe është shkruar poshtë Siprian kalon, prodhohet dhe kalon në ngushticën e Ormuzit. Dhe anash po ta shifni keni një shishe. Këtë figurë në nivel, më them, ballkanik ose evropian, e ka materializuar unë për të parë, përse unë kam vite që merrem me këto rrugëtare pa ditur se një ditë do dilte ngushtica e Ormuzit. Tani, nga këto shtetet që kufizojnë, që jo thash, i bie Irani, Iraku, Kuvajti, Katari, Bahreini, Arabia Saudike, Emiratet e Bashkuara, eksportohet 4.2 milion ton mall në një ditë. Kjo kalon në ngushticë, ne do themi, ose po i shpjegojmë për të parë publikut, si lundrohet e çfarë pengesat ka në këtë ngushticë. 4.2 milion ton mall në ditë është e barabartë me sasinë e mallrave që përpunon porti Durrësit në një vit. Do sasi e madhe që ngre dhe ul porti Durrësit për një vit, tu kalojnë në këtë ngushticë për një ditë. Dhe nga kjo, 1/3 është gazi natyror dhe janë dhe 21 milion, ka shkuar dhe 23 milion fuqi naftë ose barile naftë që quajnë këta. Tani çfarë është gazi natyror? Gazi natyror, kjo LNG, është gaz që del nga toka në këtë formë, në formë ajri, i cili ka fuqi djegëse, është lëndë djegëse. Ky gaz ftohet 162 gradë dhe zvogëlon volumin 600 herë. Në gjendje të lehtë dhe kthehet në gjendje të lehtë dhe zvogëlon volumin 600 herë. Në këtë gjendje ky futet nëpër to anijet gasiere që transportohet. Nuk e din se e shpreva qartë se koncept. Pra ftohet, kthehet në gjendje të lehtë, zvogëlon 600 herë volumin. Transportohet në objekt në Kinë ose në shtete të tjera, atje ngrohet dhe futet në përdorim. Ky është gazi LNG që përdoret në industri dhe përfaqëson 1/3 në gazit që konsumon bota. Po kjo është nivel shumë i lartë. Dhe 75% të këtij gazi naftës shkon në drejtim të Indis, të Kinës, të Japonisë, Koreas së Jugut, plus në një shteti tjetër. Ky gaz, në fakt, i shprehur në ton që kalon në një ditë në Ormuz është 645.000 ton. Dhe kur kthehet në gaz, është barës afërsisht me 1 miliard metër kub gaz. Pra, 1/3 e gazit që kalon në ngushticën e Ormuzit, këto janë shifra që ju i dëgjoni për parë dhe nuk janë në asnjë televizion faktikisht. Unë isha edhe një televizion tjetër, pa ju nuk u morë me këto hollësi. Donte vetëm interesin sa kalojnë. Pra, tu kalon 950 miliard metër kub gaz ose 645.000 ton gaz i lëngët, do të thënë i komprimuar në minus 162 gradë. Nuk e di, i kthyer në gjendje të lëngët për të transportuar. Njëkohësisht kaloi dhe 2.45 kaloi në ton naftë. Këto barile me naftë, po të shumëzosh me 136 kg ose me si volume 159 litër, kthehen në ton. Pra, në këtë ngushticë kalon ky mall.
dhe shtetet e interesuara janë, ju thamë, Kina, India, Japonia, Korea dhe 25% i merë Europa. Europa në vetë është një vend, si temu një kontinent, sepse në 450 milion banor të Balkanit, të Europës, të cilët janë të manqur, janë punëtorë, ka nivel të lartë, por nuk kanë burime natyrore. Sa është kostoja për të mbrojtur këtë ngushticën e Hormuzit? Ja u them unë dhe më thatë një të vërtet, në fakt se më është bërë shumë të Se janë gjithë është rëndësishme se kush e financion edhe këtë ruajtje për shkak gjithsej pasurie që ka lënë nëpërmjet kësaj ngushtice. Atëherë kjo është një ngushticë natyrale që ka bërë natyra. Dhe ligjet ndërkombëtare të UNCLOS-it, siç është ngushtica e Gilbertarit, më fal që është midis Marokut dhe Spanjës, atje kalojnë nga 14 kilometrësh, kalojnë të lira anijet. Dhe organizata ndërkombëtare dhe deti kanë përcaktuar ligjet se si duhet të kalohet. Tani konkretisht, kjo uzinë është mbi 90 kilometra gjerë, po ka shumë shkëmbi ujor. Shkëmbi gëlqeror ujor. Bile në qendër fare ka një ishull që quhet Jazirat Selama. Pjesa me lire kësaj uzine, kësaj ngushtici, është midis ishullit Larak dhe ishullit Jazimat Salama, se kanë disa emra karakteristik. Dhe kjo është 39 km. Nga ana jugore është gadishulli që kufizohet, ngushtica e Hormuzit kufizohet gjatë gjithë pjesës verilindore nga Irani. Atje ka shumë ishull, është ishulli Hormuzit, Qeshm, është ishulli Larak, pastaj ke me radhë Grater Tunb, Lesër Tunb, edhe një Abu Musa që kanë marrë këta, pra komplet gjatë gjithë konturit se perimetri i gjatësisë kësaj nga ana veriore është 160 km, kjo kufizohet nga ishujt e Iranit dhe nga bregdet e Iranit. Kurse nga ana jugore, nga gadishulli Musandam. Gadishulli Musandam janë sa formacione shkëmbore, shumë të thyra, të ngjashme në fjordet e Norvegjisë, me kanale në brëndësi. Ajo është pronë e Omanit, edhe Omani e ka lënë një shejku vendas, po përgjithsisht dhe i udhëhiqet nga Irani. Tani që ndodh, në vitin 70-74, ku u bën ndryshimi i drejtimit i Iranit, që kaloi nga Shaum, duket në këtë regjimin që ka qenë, po, atëherë që ndodh, Irani i merr të gjithë ishujt, ato titë dhe ata që i takonin Emiratet Bashkuara. Është fuqi e madhe, është 1.68 milion kilometër katror, ka një 89 milion banor. Duke marrë këta ishuj dhe duke shërzuar një ligj të detit për 12 kilometër, ky mori zaptoi dhe gjithë të ngushticë, e vurin kontroll të plot. Edhe gadishulli Musadan, nga ana e tyre vendosin që të shfrytëzojnë 12 milshin, mili detare është një ligj i UNCLOS-it, i ndarjes deteve, si që ndodhë me Greqinë. Që ndodhë në këto kushte, IMO është një organizatë e Kombeve të Bashkuara, bën një program për ndarjen e mënyrës së lundrimit të uzinë, dhe në qoftë se ka mundësi ke një pamje me tre vjekalimi, në të dy anët mund ta nxjerrë me shigjeta, po. Që ndodhë, edhe arriti që në këtë 39 km, 3.6 km, 2 milje do të ishin për të shkuar në... Kjo foto besoj? Kjo e poshmja, po, do t'jetë e madhe dhe bukur, 2 milje janë për të shkuar, ose 3.6 km, ka një hapësirë në mes, ka dhe 2 milje për të kthyer anijet nga Gjiri Persik për të dalë, për të hyrë dhe për të dalë. Por faktikisht në moment që organizata ndërkombëtare vendosi këtë statut për qarkullimin, me njerë para hyrjes u vendosën një pilot që drejton të anijet. Faktikisht ka disa korrente detare, sepse edhe për kulturë, ju falenderoj këtë moderatoren që më jep të mundësinë me qetësi, domethënë sepse ne edhe jemi emocionale, kemi shumë informacione, duam të bëjmë njëherë dhe i përzjejmë, nga të rrojmë. Tani ç'ndodh?
Gjithmonë ku ka korrente detare, krijohen rrymë dhe shtjella, të cilët pilotat vendës i njohin këto punë. Dhe është i detyruar që çdo anije, të paktën mbi 50.000 tonë ose 100.000 tonë të ketë një pilot vendës ta drejtojë. Një, Irani ka futur dhe shoqëritë e asiguracioneve. Pra ju si anije për të kaluar do pagoni asiguracion. Kjo nuk është e detyruar, po faktikisht është kthyer në ligjore. Ka kthyer dhe edhe zyrat e kontrollit. Kontrollit çfarë materiale ka arma o gjithçka të tillë. Do thënë, një farë forme, ai e kontrollon dhe çdo anije mund ta kthejë qendro këtu se do të kontrollojë, krijohet një mori problemesh. Siç janë krijuar në hyri, ashtu janë krijuar dhe në ishull qeshmë të Iranit në pjesën e sipme. Këtu gjatë gjithë kësaj kohe ka pas probleme. Sepse një ditë bllokimi këtu në këtë ngushticë i kushton ekonomisë botërore 11.5 miliard dollar. Jo milion, po miliard dollar. Dhe për ta krahasuar, po t'jap dhe një shifër tjetër. Në vitin 1921, 23 mars, më duke 21 deri 29 mars, 23-29 mars, një anije ngeci në Suez dhe ju bllokua për 6 ditë. Kanali Suezi. Humbjet e ekonomisë botërore ishin 9.6 miliard dollar të vërtetuara nga Kombët e Bashkuara, nga këto organizatat e tyre. Pra, kanali Suezi është një ngushticë natyrale, është një kanal natural, po edhe është pak a shumë një ngushticë, se ka 100 metra shigjër. Kurse te ngushtica e Ormuzit, humbje ditore janë 11.5 miliard dollar. A ka Irani humbje, ose ka ndonjë interes për ta mbyllur? Jo, nuk ka interes për ta mbyllur Irani. Pavarësisht nga vështirësitë atje ka qarkulluar dhe qarkullon mall. Autorët e shkaktarët për të mbyllur janë pikërisht bombardimet. Dhe në parë kanë ardhur jashtëm, jo nga brenda. Irani ka interes që të qarkullojë lëndë djegëse, po sepse ka burimin kryesor. Se faktikisht lëndë djegëse ka në botë. Por juve që e keni, ose po ju krahasoj juve me gjirin persik, ju keni ngritur dhe strukturat që e prodhoni për ta shitur. Sepse lëndë djegëse mund të ketë në tokë në shumë vende. Edhe Venezuela ka, po i nuk ka strukturat, duan disa vite që të ngrihen si të fabrikat të uzinat ose të instalohen me makineritë që të përpunojnë të gas o eftojnë ose e ambalazhojnë të lëndë djegëse se në sasitë shumë të mëdha. Dhe këta e kanë të ngritur këtë strukturë. Pra, shpenzimet që janë bërë, duke përfshirë dhe humbjet e jetëve, duke përfshirë dhe anijet e mbytura, nga viti 1976 deri në 2019 ka qenë 8 trilion dollar. 1 trilion është 1.000 miliard, më falë. Atëre, i bie që çdo vit për të mbrojtur këtë ngushticë me prani ushtarake, ku janë konsumuar 186 miliard ose 510 milion dollar në ditë. Pra, kjo ngushticë, në fakt, është prandaj quhet dhe pika më nevralgjike, ose pika më kritike, ose checkpointi më kritik i naftës dhe i gazit në botë. Çfarë do të arrinte SBA-ja dhe Izraeli me këtë sulm drejtim te Irani? Donin të kishin një kontroll në këtë ngushticë Hormuzi? Shiko, ju në fakt, si duket gazetarët e i fusin në disa drejtime që unë nuk jam i specialist, po unë do ta gjykoj në logjikën e inxhinier, po. Logjika ime është ky që e para një rast Izraeli, as Amerika nuk ka punë me këto veprime që po bën. Bombardimet dhe veprimet janë veprime që i dënon Haga, dhe po që se Haga me të njëjtën njësi ka dënuar dhe Putinin, ka dënuar dhe ato të Izraelit si krimin e lufte, besoj se do dënoj edhe Trumpin. Për arsye se veprimet që po bën Trumpi janë të pakontrolluara, që po e thonë vetë ata, populli amerikan, që ç'punë kemi ne me një shtet që kaq 1.000 kilometra larg, me problemet që ka i me organizimin e drejtimit shtetëror, sepse mbretëri ka kudo, edhe shtetet pa konsoliduara demokratike ka kudo, edhe kjo nuk është rruga, që unë duke vrarë udhëheqësit do kthej regjimin. Pra, simbas
analistëve duke filluar nga Bill Clintoni, ex-presidenti Amerikës dhe gjithë të tjerëve, këto po i dënojnë. Këto veprime po i dënojnë. Se faktikisht, ata që dëmtojnë janë vendet e lindjes lagët, që është Kina, Japonia, Koreja, ndoshta të tjere, India, është Europa, që kanë ndërmarrë disa iniciativa, sepse kanë lidhje direkt me konsumin e përditshëm. Po, nuk ju bashkuan këtij sulmi? Jo vetëm që nuk ju bashkuan, po këta vetëm janë zënë shumë ngushtë sepse e kanë pas alat historik, sepse populli amerikan, fakt, në doktrinën e tij ka paqen, ka demokracinë dhe për luftën e dytë botërore, ai ka derdhur gjakun e djemve të Amerikës për të shëruar Europa. Ose plani Marshall është një kontribut të mëdha. Tani del një president i zgjedhur përkohësisht edhe ndërmerr veprime që janë arbitrare, që nuk përputhen as me asnjë normë. Dhe pasojat e këtij bllokimi janë pikërisht këto. Që kjo qëndron gjysmë hapur. Dhe ata nuk është se e bllokojnë, aty po kalojnë anije, po nuk po kalojnë lirshëm se i më parë. Pra mund të ketë forma të tjera, të cilët bëjnë që kjo të lirohet. Tani për të kuptuar dhe një problem tjetër. Në qoftë se ka mundësi, nxirr që gadishullin arabik. Tani shndodh, jemi në Suez, më fal, jemi në detin Mesdhe. Deti Mesdhe është 2.5 milion kilometër katrorë. Ky është sa e një dhjeta Mesdheut, ose gjiri Persikën, ky deti është sa një dhjeta e Mesdheut, 250.000. Jo, gadishullin arabik. Është fotoja tjetër? Po, është një foto tjetër. Ju lutem. Jo, e këtë tjetër. Po, atëherë që ndodh, për të shkuar në gjirin, për të shkuar në gjirin Persik, ju jeni në Mesdhe, nga Mesdheu do futesh kanalin e Suezit, i cili ka mbaruar në 1869. Sa kalon në Mesdhe, atë kanali Suezi, i cili është 193.3 km, del ke gjiri Agabes. Gjiri Agabes ka një konflikt midis Izraelit, Egjiptit edhe Libanit. Sa zbret më poshtë ke konfliktin midis Sudanit, Eritres edhe Arabi Saudite. Sa zbret më poshtë në detin e Kuq, ke konfliktet që nuk fillojnë për Huthit, për ke konfliktin midis Eritres edhe Huthit të Omanit. Pak më poshtë, pas brisa është 2.300 km, është ngushtica Bab el Mandeb, ma se këtë gjuar. Ngushtica Bab el Mandeb, që është në fund të gadishit të detit Kuq, që detit arabik, kjo dhe ngushtica e lotve, kjo ose ngushtica e idhërimit, po këtu nuk është se e ka ndodhur tani për mbytje bllokimit, këto ka qenë historike. Nga duhet kalojnë nëse gjitha këto pika janë bllokuara? Po, nuk është janë të bllokuara, po faktikisht është një itinerarje 5500 km, i cili është i gjithë me një sistem të tërë ngushticash, edhe problemesh, që disa janë politike, disa janë fizike, disa janë shoqërore, njëri thotë është pronësia ime, hapësirat janë të mëdha, janë larg. Megjithatë, nga të treja këto, Suez, Bab el Mandeb edhe Hormuz, ngushtica e Hormuzit është më kritikja, që është 39 km dhe janë këto 3 vjet e kalimit që përcaktohen. Edhe që ndodh, një nga arsyet që ata e quajnë shishe, gryk shishe është që nga një det me ngjyrësi 320.000 km, që nuk është pak, ti kalon një ngushticë 10 km, sa kaq kalojnë ato, në 10 km kalojnë anijet. Dhe prandaj unë kam bërë atje një figurë shishe, që bottleneck, që e quajnë, mos ja bëjmë gjuhën angleze, them që kjo është një dhurat natyre, këte e kanë thyer një ferë të vërtet, sepse anijet janë private. Për të dhënë dhe një informacion, sot në nivel botëror, shpenzimet për tregtinë botërore ka shkojnë te 35 trilion dollar, edhe 2.5 miliard ton mall. Nga këto 85% janë me det. Pjesa më e madhe e qarkullimit ekonomisë është, dhe nga kjo 12.5% janë te kjo fotografi që ndjer kjo moderator specialiste, jo shumë saktë. Atje kalojnë
12 dhe 15% të maldrave që konsumohet në botë. Për shumë, e qani një ngushticë që naturisht është e vogël, plus pasaj konfliktet që kryohen. Pra, atëre unë shtroj një problem. Unë ka vite që merë, në fakt se nuk po më pyeste dhe dalë me 2 propozime për anashkallim në Ormuzit. Një, edhe... Cila do ishin ato? Po duhet që t'i parakis me planimetri. Në fakt, janë 2 zgjidhje që kalojnë në Emiratet e Bashkuara. Njëkohësisht dhe një kanal që quhet kanali Mesopotamis që e lidh direkt Qirin Persik me këtë detin sipër e lidh me detin Mesdhe. Tu janë mbyll, jam duke pastruar, duke u rafinuar, ose duke plotësuar dhe besoj që ky do të jetë viti që do dalin në revistat më të mëdha ndërkombëtare, sepse faktikisht këtu nuk paraqisin në interes, nuk është se i lexon njëri. Kjo është arsye që unë kam këto informacione në lidhje me nivelin, ose të mund vlerësimin që i bëjnë shoqëria njerëzore si pikën më kritike të ngushtisë së Ormuzit. Bile kjo luftë që unë nuk e parashikoja, nxori 2 konkluzione dhe kam shtuar të paragraf. Konflikti Izrael-Amerik-Iran evidentoi 2 probleme kryesore. E para vlerën e ngushtisë së Ormuzit që edhe më parë dihesh, edhe dyta koston ekonomike që ndodh, sepse tani do dali dhe nga organizatat ndërkombëtare krahas atyre të krahasueshme që kanë bërë, se janë humbje ditore nga kjo që ndodh. Se këto janë humbje se edhe përgatitja ushtarake dhe këto anije televizin kanë një kosto apo jo? Se këto nuk i paguon presidenti, se as kanë një fabrikë që prodhon dollar, po janë kosto që ndrojnë ekonominë amerikane. Pra janë kosto të gjithë këto që janë në kurriz të ekonomisë botërore, pavarësisht nga dalin. Evidentoi dhe këtë që nuk ka asnjë alternativë, se ndjek me interes, ç'a alternativa ka për të zhbllokuar ngushticën e Ormuzit dhe gjirin Persik. E them që është një fatkeqësi natyrore që gjithë kjo pasuri që i shërben njerëzimit, që shkon 45 dhe 50%, të bllokohet në një gryk shishe, në një ngushticë, edhe mos ketë as i dalë. Dhe propozoj besoj 2 vepra dhe nuk kam gabuar asnjëherë në këto. Unë jam një nga nxënësit e më të vlerësuar të profesor Fardinoshës, mas e ke dëgjuar, vetëm këtu i besova më shumë sa duhet doktor Berisës që më shkatroi, që më dha koncesionin, siguron financimet, ai i bllokoi. Pra besoj që avash ju patët fatin që mua më takot në një moment që unë jam marrë me këto, nuk e di sa të shërbeva. Po, patjetër inxhinier, edhe diçka të fundit, se jemi drejt fundit. U shpall një armëpushim prapë e djeshme. Zakonisht në luftë nuk ka fitore. Pra u shpall një armëpushim 2 javor. Po e kthyen prapë, Do kthehet prapë? U kthyem duke mos gabohem. Jo, akoma nuk ka dalë një lajm që u kthye në fakt, por mendoni se ka fitore, se në fakt zakonisht në luftë s'ka fitore. Irani nuk pushtohet në toksore. Nuk arrin pra. Nuk është e mundur që të arrijë. Për shkak pozicioni... Po është një kështjell natyrore në nivel 1200 metër. Dhe është e pamundur. Kjo që thotë ky president më vjen keq që ai shtet drejtohet ose në një president i cili është i papërcaktuar, siç thonë ata. Qa thotë në drekën, thotë në darkë, është emocional, pa një strategji. Lufta që ka bërë atje dhe që janë vrarë 3.000 njerëz pa fajshëm, të fajshëm, nuk ka një bazë, nuk ka një strategji, nuk ka një objektiv. Po, sepse paradite thotë do shuajmë një qytetërim, ndërkohë më pas dhe një deklarat tjetër që shpall armëpushim. Kush da shtoku qytetërimin ky? Po qytetërimi nuk varet nga 1 milion apo 2 milion banor. Irani është nga... Atëre, me që ju hapët një temë tjetër, Mesdheu është qendra e kultura botërore. Kultura latine, filozofia greke dhe kultura e lindjes që vjen që nga Kina, me në krye Iranin, Irakun, Egyptin, këto vendet e lindjes dhe Sirin, këto e kanë zhvilluar botën sot. Dhe kulturën botërore nuk është du nga faqe dheut një president.
qoftë i Amerikës, qoftë e disa shteteve bashkë. Kultura ka rrejnë në popull dhe në qoftë e i vërnëri, unë kam bërë në një botim që kam për Mesdeu Adriatiku, kam bërë një botim për këto ndërtimet që janë bërë në Dubai. Ndërtimet që janë bërë atje, janë vepra arteve të niveleve botërore, si nga ana konstruktive, si nga ana funksionale, dhe nga ana ekonomike. Pra, nuk janë shpreh të një drejtuesi shteti ose të një drejtuesi që pret gjithë bota për ta dëgjuar. Tani, jo vetëm Europa nuk e dëgjon, po është po ai që tërheq me njëra ato që thotë. Dhe lufta atje nuk do ketë dhe kjo ngushtisë do hapet shumë shpejt. Inxhinier, të falenderoj shumë për këtë bisedë, ishte kënaqësi. Të falenderoj për qetësinë që juve më dhat mundësinë të shpjegoj disa gjëra, ndoshta të tjera në lidhje me Hormuzin, që jepen për herë të parë në emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kishim në studio inxhinierin Xhevahirin Xheçari. Kjo ishte biseda për ditën e sotme. Shkojmë në një hapësirë publicitare.